Është përkujtuar sot dita të vrarëve në kufi, e cila shënon edhe vrasjen në kufi të 17-vjeçarit Pëllum Pëllumbi me 16 qershor të vitit 1990, kohë kur regjimi kishte shfuqizuar ligjin që e cilësonte tradhti ndaj dheut. Ne kena banu në rrugën e Bujar Bishanako, të ri të Shkodrës asaj kohë bashkë me organizatorët edhe me familjarët tonë. E kanë marrë kufomen e vajtem Pëllumit në atë kohë, e kanë prejt dera shtëpisë deri të vorrit stomgolemit në krah të tyne, me parullat e para që ishin parullat e para antikomuniste, poshtë komunizmi edhe shumë parullat tjera. Të ramit e ata që kanë kontribuar në demokracinë e vendit, do t'i kujtojmë sa të paktën të rinjtë tonë të mos i harrojnë edhe kështu që të punojnë dhe të ecim përpara të Shqipënia të hynë në Europë se është shumë e rëndësishme. Ndërsa riktheu në vëmendje ato ngjarje të rëndësishme për vendin tonë, kryetari i shoqatës së të përsekutuarve në Shkodër, Zenel Drangu, u ndal edhe tek punimi që po kryen në burgun e Spaçit. Drangu theksoi se ndërhyrjet duhet bën me origjinalitetin e Spaçit. Aty është një tymnoj për njerëzit që s'kan interes si më bon burgu me një holokaust shqiptar, nuk kanë drejt ta tjetërsojnë dhomin e takimit, pra ta bëjnë dhomë moderne, sikur na kena në dhomë, najon dhe me tavolina, me familjarët tonë që na kanë ardhur. Ata s'ka nevojë me i bën ata në dhomat, mund bëjnë një dhomë, dy dhoma, një indenitet si ka kënë, që ju shpjegojmë na se si kanë kënë, me bën terracën dhe banjat e dushet poshtë. Dhe kjo është ajo që kërkohet. Pa jena të mjaftueshëm që t'i shërbejnë të rive si puna juj, që ta dinë se çka kanë vujt të partë. Gjatë ceremonisë së përkujtimit të vrarëve në kufi, përfaqësues të shoqatës së të përsekutuarve politik apeluan për gjetjen e vendvarrimeve të vrarë në kufi dhe kundërshtarëve politik gjatë regjimit komunist.